3 pyetjet që do të bëhen kur të vdesësh, do të jenë arabisht apo shqip. 3 pyetjet e varrit, të cilat do t'i bëhen çdo njeriu, do të jenë në atë gjuhë që ti e kupton. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Besimtari, ai i cili ka besuar Allahun e lartësuar, që ka bërë vepra të mira, është bind të madhit Zot, do të thotë Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. Dhe për të do të ketë mirësi, si në jetën e varrit, por edhe në botën tjetër. Ndërsa ai i cili e ka mohu Allahun, nuk ka dash me ditë për Zot, ky nuk do të ketë mundësi të përgjigjet pyetjeve të varrit. Do të përjetoj dënim varr dhe dënim në botën tjetër. Allahu na rujt. Zoti na boft prej besimtarëve të mirë, prej atyre që adhurojnë Allahun e lartësuar dhe besojnë dhe pasojnë profetin alayhis salam.